jepja hakun punëtorit dhe mos e dëmto. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araqu, jepjani hakun punëtorit para se t'i thahet djersa e tij. Pra pejgamberi alayhi salam e këshilloi punëdhënësin që të kujdeset për të drejtën e punëtorit, duke ja dhënë pagën pa mos ja vonuar apo zvaritur. E nëse punëdhënësi e dëmton punëtorin duke i vonuar dhe mangësuar nga paga, në këtë rast ai ka bërë padrejtësi, ndërsa Muhamedi alayhi salam tha, ruaju nga padrejtësia, nga se padrejtësia do të jetë errësirë në ditën e Kiametit. Gjithashtu ka thënë Muhamedi alayhi salam, ke frikë nga duaja e atij që i është bërë padrejtësi, nga se në mes duas së tij dhe Allahut nuk ka perde. Ai që e dëmton punëtorin duke mos ja dhënë pagën, Allahu në ditën e Kiametit do ta konsideron hasmin e tij. Ka thënë Allahu i madhruar, ndaj 3 personave unë do t'jem hasëm i tyre në ditën e Kiametit. Njëri nga ato është edhe personi i cili merr një punëtor nga i cili mori shërbimin e nuk ja dha pagën.